Talenti shqiptar, Gjerard Mirashi, po shpikat me parametrat e tij fizik dhe potencialin për të ardhmen. 18 vjeçari, i gjatë plot 1,96 metra, aktivizohet si qendërmbrojtës dhe aktualisht është pjesë e ekipit italian Nuova Igea Virtus në Serie D, ku është ndëruar në një lider të vërtet, teksa është aktivizuar plot 1147 minuta deri tani. Mirashi, i lindur në Firenze dhe me nënshtetësi shqiptare, luan në formë huazimi nga Benevento Primavera, ndërsa kontrata e tij me klubin aktual është e vlefshme deri në verën e vitit 2026. I rritur në Akademinë e Katolika Virtus Firenze, ai konsiderohet një profil interesant për të ardhmen, duke qenë se përveç rolit natyral si qendërmbrojtës, mund të aktivizohet edhe si mbrojtës i djathtë. Në fund të këtij sezoni, Mirashi pritet të rikthehet te Benevento, klub me të cilin ka fituar kampionatin, ndërsa sezonin e ardhshëm do të luajë në Serie B. Me fizikun e tij imponues dhe moshën e re, Mirashi shihet si një element premtues në repartin defensiv, me potencial për zhvillim të mëtejshëm në futbollin italian dhe më gjerë.